Në zgjedhjet e fundjavës është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit, Dr. Adrian Gashi. Në përfundim të numërimit të votave, fitues është shpallur kandidati Gashi me 586 vota. Kandidati tjetër, Erion Luka, mori 268 vota. Nga të dhënat e Komisionit të Zgjedhjeve, mësohet se 19 vota kanë dalë të pavlefshme. Gashi është doktor i shkencave juridike, me studime pas universitare dhe me eksperiencë në trajnime ndërkombëtare në fushën e hetimit dhe të bashkëpunimit policor. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, Adrian Gashi, u shpreh. Të dashur demokrat, së pari dua të falenderoj të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike Dega Durrës që morën pjesë në procesin e votimit. Pjesëmarrja dhe besimi i tyre tregojnë që demokracia brenda partisë sonë është një vlerë e fortë dhe e gjallë. Falenderoj gjithashtu kryesinë e Partisë Demokratike për besimin e dhënë dhe mundësinë e zhvillimit të korrekt, transparent të këtij procesi. Një falënderim të veçantë kam për gjithë anëtarët dhe mbështetësit që më kanë dhënë besimin e tyre. Ky besim është për mua një përgjegjësi e madhe. Si kryetar i ri i Degës Partisë Demokratike Durrës, angazhimi im do të jetë për të bashkuar të gjithë demokratët, për të forcuar organizimin e partisë dhe për ta bërë atë më pranë qytetarëve. Durrësi ka nevojë për një politikë më të përgjegjshme, për më shumë zhvillim dhe për një përfaqësim më të fortë të interesave të qytetarëve. Së bashku do të arrijmë këtë. Me një profil profesional të ndërtuar mbi eksperiencën institucionale, integritetin dhe angazhimin politik, Dr. Adrian Gashi është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në Durrës me synimin për të forcuar organizimin e demokratëve dhe për të ndërtuar një përfaqësim më të fortë politik për qytetin.